Një konflikt i brendshëm në lidhjen demokratike të Kosovës në Prishtinë ka dalë në sipërfaqe, duke vendosur përballë kryetarin e partisë Lumir Abdixhikun dhe kryetarin e komunës Përparim Rama. Situata është përshkallëzuar ditët e fundit kur raportet mes tyre kanë hyrë në një fazë të tensionuar dhe bashkërendimi politik është ndërprer. Rama kishte marrë më parë mbështetje të plotë nga strukturat e LDK-s dhe konsiderohej si një nga projektet kryesore politike të Abdixhikut në kryeqytet, por zhvillimet e fundit tregojnë ndryshim në këtë raport. Në qendër të përplasjes qëndron ndërmarrja publike e Termokos dhe çështja e ndikimit në drejtimin e saj. Në këtë kuadër përmenden Arton Ratkoceri dhe Shkumpin Gashi, të cilët sipas vlerësimeve brenda rrethit të Ramës po tentojnë të ndikojnë në vendimarrjen për ndërmarrjet komunale, shkruan Sinjali. Rama ka kundërshtuar këtë qasje dhe ka kërkuar që ndërmarrjet e Prishtinës të menaxhohen pa ndërhyrje nga jashtë komunës. Ky mospajtim ka ndikuar në përkeqësimin e komunikimit mes palëve brenda strukturave të LDK-s në Prishtinë, po qarkullon mesazhi se rrugët janë ndar. Abdixhiku ka komunikuar këtë disa drejtuesve të Degës dhe bashkëpunëtorëve të tij, ndërsa një qendrim i ngjashëm është përcjellë edhe nga Rama tek bashkëpunëtorët në komunë. Në ditët në vijim priten lëvizje në administratën komunale, përfshirë ndryshime në drejtoritë, largime ose rotacione të zyrtarëve të afërt me Abdixhikun, si dhe rishikim të pozitës së nënkryetarit. Në fokus mbetet edhe drejtoria e investimeve kapitale, për cilën pritet ndryshim në mënyrën e drejtimit. Zhvillimet ndodhin në një periudhë të ndjeshme politike, në prag të mundshëm të një cikli të ri zgjedhor. Përplasja pritet të ndikojë në pozicionin e LDK-s në kryeqytet dhe më gjerë. Tensione mes Abdixhikut dhe Ramës janë shfaqur edhe më herët. Një rast lidhe me një billboard në hyrje të Veternikut, i cili ishte larguar për një periudhë me vendim të Ramës dhe kishte shkaktuar pakënaqësi. Mbetet e paqartë nëse palët do të arrijnë marrëveshje apo nëse përplasja do të thellohet në ditët në vijim.